Aksidentet rrugore vazhdojnë të marrin jetë. Javën që lan pas humbën jetën 9 persona, mes tyre një i mitur 4 vjeçar. Pakujdesia gjatë ngjarjes së mjetit është shkaku kryesor, thot policia. Në 20 mars, aksidenti tragjik në fushë Prez mori jetën e 4 të rinjve, 2 vëllezër, kushuriri dhe shoku i tyre. Ata u përplasën me një betoniere dhe më pas makina ku po udhtonin mori flak edhe u dogjën brenda saj. Ndërsa shoferi betonieres, 24 vjeçari Aleksandër Krashi, u arrestua pasi nuk ishte patent për mjetet e rënda. Në të njëjtën ditë, një aksident ndodhi në aksin Burrell Klos, ku një furgon përplasi një fëmijë 4 vjeçar që po kalonte rrugën për të shkuar në banesën e tij. Më pas ai u dërgua në spital me urgjencë drejt traumës në Tiranë, por për shkak të plagëve të rënda ndroi jetë. Në Bulqiz ndodhi një tjetër aksident ku 64 vjeçari Sali Hoxha humbi drejtimin e mjetit dhe përplasi për vdekje këmbësoren Hysnie Murra. Kurse në 21 mars në mëngjes, një aksident ndodhi në Kukës, ku një 21 vjeçar humbi kontrollin dhe përplasi për vdekje 51 vjeçarin që po lëvizte me motor. Më 18 mars, një 25 vjeçar që po lëvizte me motor në aksin rrugor Shkodër-Velipoj u përplas nga një makinë dhe humbi jetën. Para ditën e 16 marsit, në aksin rrugor Pogrades-Qaftan, një automjet i drejtuar nga një 29 vjeçar përplasi për vdekje këmbësorin 55 vjeçar. Për gjatë kësaj jave janë shënuar dhe aksidente të tjera në Laç, Patok, Velipoj dhe Korç, ku kanë mbetur të plagosur disa persona, përfshi drejtues mjetesh, ciklist dhe këmbësor. Sipas policisë së shtetit që prej fillimit të shkurtit e deri më tani ka patur mbi 64 aksidente automobilistike të shënuara në të gjithë vendin.